lëvizja vetëvendosje marrë në përgjithësi ka një ramje bukur të madhe, meqense është parti fituese, është fituese e zgjedhjeve, dhe tëra ajo çka deri me tani, pa llogaritur ende dikun 100 sa mi vota që mund ta ndryshojnë në rezultat apo mund ta të kur ramjen apo numrin e votave të lëvizjes vetëvendosje, mendoj që vetëvendosja do jetë dikon afër 900, më falni, 90.000, 80.000, 100.000 vota mund të jetë me ramje. Dhe Partia Demokratike e Kosovës 36.000 deri në 40.000 vota, që realisht tregon që këto dy forca politike në një farë mënyre kanë ramjen më të madhe, diku 21% Partia Demokratike dhe në kumulativ lëvizja vetëvendosje mes 13-15%. Për këtë mund të them që ndoshta homës janë të gjitha partitë politike dhe këto zgjedhje tregojnë që duhet të bëhet një analizë të thellë për brenda këtyre subjekteve, të cilët mendoj që duhet të mendojnë mirë për të ardhmen, qoftë në premtimet e tyre, qoftë në krijimin dhe bashkëpunimin për formim të institucioneve, të cilat janë jetike për shtetin tonë të ri. A ndërshkuan zgjedhësit klasën politike të Kosovës për krizën e tej zgjatur institucionale? Mendoj janë një 4 faktorë. E para është kjo që thoni ju, e pyetjen e juaj, tërzgjatja e formimit të institucioneve ka kostën e vet, sidomos tek votuesit, siç thash edhe më herët, dikon 63.3% e trupës elektoral nga 2 milion votues me të drejtë të votën në Republikën e Kosovës nuk kanë dalë në votime. Dikon deri me tani hyn 36-37% pjesëmarrja e votuesve. Të thotë e para është ka të bëj me përgjegjësinë e të gjitha partive politike rreth zhagitjes së formimit të institucioneve. Faktori i dytë mendoj që është ajo etiketa që njerëz mendojnë dhe votuesit, nuk është perceptim, është një lloj realiteti që mund të them korrupsioni dhe gjitha ato privilegje që i gëzojnë qeveritarët apo partitë politike të cilat janë në parlament apo edhe në institucione, sidomos ato që udhëheqin me shtetin, mendojnë që janë shumë prej tyre keq përdorin pozicionet e tyre dhe kjo është ajo që te populli është ngulitur në kokë që këto forca janë ato të cilat ndonjëherë pasurohen për një kohë shumë të shpejtë. Mendoj që faktori i tretë është reformimi i partive politike. Ne fatkeqësisht edhe në Kosovë edhe në Shqipëri kemi klasat të papjekura politike dhe mospjekuria e tillë dhe testimet, sepse është, mund të them, një vrull i kujt të mundet të hyjë në politikë, duke menduar që mund të jetë profitabile. Do thotë reformat e tilla për brenda me kuadra që janë të pjekur politikisht, të ngritur në aspektin intelektual, por edhe me etikë dhe pastërti, do ishte nevojë mas urgjente. Dhe faktori i katërt mendoj që është të kuptuarit jo real të sistemit. Ne ndonjëherë demokracinë nuk kemi arritë të kuptojmë dhe më duket ka herë që kemi kaluar ndoshta fazën e tranzicionit, po më duket që jemi mes ato, mes tranzicionit dhe ndërtimit të një sistemi i cili për ne ka qenë vështirë i adaptueshëm. Dhe mendoj që ndonjëherë mendojmë që pakica mund ta sundoj shumicën. Po them këtë në thojza, nga se në zgjedhje, për shembull me ligjet e Kosovës, edhe po të ishin 5.000 pjesëmarrës në zgjedhje konsiderohen legjitime. Dhe tash ata nuk çojnë fort kokën
për atë se sa është pjesëmarrja apo pakënaqësia e qytetarëve dhe të votuesve me të drejtë vote. Dhe kjo mendoj që është ai problemi strukturor dhe edhe sistemor në këtë aspekt, me cilën mendoj që pak kush mirret sot edhe në Kosovë, se më duket që problemi kyç që qëndron këtu, që nuk arrihet të kuptohet ai standardi që demokracia nënkupton edhe vullnetin e shumicës, por edhe një lloj etike e cila po qëse ke gabime dhe apo skandale, qoftë vogla, qoftë mëdha, është përgjegjësia dhe dorëheqja. Dhe tani kjo është fjala e harruar, them drejtën. Dhe kështu që në perceptimin e përgjithshëm të masave, është jashtëzakonisht interesante të thuhet që kemi hyrë në atë fazën, mendoj të ati antropologut francez para 100 vite, Augusto Le Bon, i cili ka një libër jashtëzakonisht interesant, i cili vlen sot edhe pas 100 viteve, Turma, ku masat nuk kërkojnë të vërtetën, por emocioni, edhe emocionin kush e dërgon mesazhin më shpejt. Dhe kjo mendoj që është ai problemi që ne në kultin e liderit ende dhe nuk mund të ketë një ndërtim të një sistemi të mirëfill demokratik, po që se kem kultin e individit. Dhe kjo është ajo që do na ndjek mendoj edhe në decienë e tashme.